Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi përmendur se nga ato që na mungojnë, dhe kjo është një mangësi dhe dobësi serioze që besimtarit duhet me punu në vazhdimsi për me e përmirësu gjendjen e tij, është edukata me Allahun e mëdhenuar. Në përgjithësi mësimet islame na mësojnë që ti me të edukuar, por në mësojnë edhe se si duhet me organizu këtë edukat dhe si me manifestu në jetën e përditshme. Andaj, prioritet për neve është edukata me Allahun xhallahu ala, dhe në kuadër të kësaj edukate pastaj ne jemi të edukuar edhe me të tjerët. Kemi përmendur disa pika të cilat përbëjnë këtë edukat dhe si një musliman është i edukuar me Zotin e tij. Do të lasot për një nivel tjetër të kësaj edukate, e që është shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në jetën tonë, ajo është edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, Muhammedi alaihi salatu wasallam është i dërguari i Zotit. Është njeriu më i dashur i Allahut dhe njeriu më i ditur për Zotin xhalla xhelaluhu. Andaj nuk mund të besojmë drejt në Zotin pa besuar edhe drejt në Muhammedin alayhi salatu wassalam. Figura e Muhammedit është figura më e rëndësishme për neve në jetën tonë. Prandaj edhe në raport me këtë figurë, në raport me këtë personalitet, e pse ai fizikisht nuk është prezant, megjithatë ka një varg rregullash që përbëjnë edukatën e besimtarit në raport me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne duhet që të informohemi për këto pika dhe të interesohemi dhe përpjekemi se si mund të jemi të edukuar në raport me Muhammedin alayhi salatu wasallam. Nëse marrim ajetet kuranore, do të shohim se Allahu xhallahu ala kësaj çështje ka kushtuar vëmendje të madhe. Edhe ata në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam e kishin edhe një dozë më të rënduar të këtij kujdesi të kësaj edukate, nga se e kishin pranë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po edhe ne që jemi pas tij, edhe ne nuk jemi larg këtyre udhëzimeve që përmes tyre ne shfaqim dhe manifestojmë edukatën tonë me Muhammedin alaihi salatu wasallam. Cila është çështja e parë që mund ta përmendim në raport me këtë edukat? Si është një besimtar i edukuar me Muhammedin alaihi salatu wasallam? Të nderuar, pika e parë që mund ta përmendim në këtë aspekt është se edukata jonë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fillon nga besimi i drejtë në te. Duhet me besu në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çka nën kupton me besu në Muhammedin alaihi salatu wasallam? Fillimisht me besu në te se është i dërguar i fundit i Zotit. Mas ti nuk ka pejgamber më. Nuk dërgon Allahu xhallahu pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është i dërguar për të gjithë njerëzit. Nga sa ai tha, që kurse Allahu i përcolli këtë fjalë në Kur'an, inni rasulullahi ileikum jami'an. Unë jam i dërguar juaj o njerëz tek të gjithë ju. Andaj mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber, nuk ka profet, nuk ka të dërguar. Dhe ai që mendon ndryshe nuk është musliman. Nga se besimi në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam obligon të besojmë se është i dërguar i fundit. Nga njerë mund të dëgjojmë nga njerë saktuar që flasin se filan figura është profeti jonë, e filan figura profeti jonë. Këto janë gjëra që flasin njerëz pa kompetencë, pa dije. Nga se profecia është çështje e ndëlidhur me udhëzimet e Allahut te barekuta.
mund të jetë një figurë me ndikim me një popull, mund të jetë një figurë heroj një populli, por për qenë pejgamber, nuk mund të shpallim ne. Nuk mund të muqu me shpall filonin pejgamber se na dojmë, ose me shpall profet një njeri për shembull të dërguar të Zotit tek ne, pse ai ka kontribu për neve. Gjithkush e ka vendin e vet dhe vlerësohet në bazë të kontributit dhe punës që ka bërë, por pejgamberlloku është e drejtë ekskluzive e Allahu xhallahu ala. Allahu thot në Kur'an, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu e di më së miri ku dërgon shpallën e tij. Ai e din më së miri. Andaj të ndërrohet nga edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është të besojmë se është i dërguari i Allahut. Të besojmë se është i dërguari i Allahut i fundit, dhe se mas ti nuk ka pejgamber, ka marrë fund kjo punë te ndi gjykimit. Të besojmë se ai është i dërguar për të gjithë njerëzit dhe për gjitha kohrat, pavarësisht gjuhës, vendit, racës, ngjyrës, pavarësisht kohës. Ai është i dërguari i Allahut xhallahu ala. Mësimet e tij mbeten mësime funksionale, aktive, deri në gjykimit. Nuk ka askush që ka mundësi me i derogu apo me i shfuqizu mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu beson çdo musliman, dhe kjo është bindja e çdo muslimani. Andaj në raport me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ne kështu besojmë dhe përmes këtij besimi edhe shpërfaqim dhe manifestojmë edukatën tonë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të ndërrohet vëllazër, kushdo që thot se ky është i dërguar juën, profeti juën e kështu me radhë, mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ta dini se ajo që ai flet është shpifje, është huqje, është gabim i madh për faktin se nuk ka pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga besimi në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ndërrohet është edhe të vërtetojmë dhe pranojmë tërë atë që ai me të ka ardhur. Ai ka ardhur me shumë mësime, ka ardhur me shumë udhëzime. Çdo udhëzim, çdo mësim që ne e vërtetojmë nga ana e dietarëve, nga ana e rregullave që dietarët i kanë përdorur për verifikimin e fjalës së pejgamberit alayhis salatu wasallam. Nëse vërtetojmë se kjo është fjala e pejgamberit alayhis salam, kjo është një udhëzim i pejgamberit alayhis salam, ne obligohemi me besuar të pavarësisht a mund ta kuptojmë deri në fund, a mund ta kuptojmë në aspektin e pamjes si me pa, pavarësisht kësaj, ne i besojmë. A ka thonë kështu Muhammed sallallahu ka marrë fund. Nuk është nga edukata me pejgamberin alayhis salam që themi se kështu ka thonë pejgamberi sallallahu më tash koha është ndryshe. Kjo është pa edukat. Pse? Nga se kjo është një akuzë shpifje ndaj shpalljes që me tek ka Muhamedi alayhis salam. Allahu që e ka dërgu pejgamberin, a e ka ditë çfarë ndryshime kanë menduar tek njerëzit? A e ka ditë Allahu xhallahu ala në çfarë mase kanë më u zhvilluar dhe më përparu njerëzit? E ka ditë Allahu xhallahu ala. Zotët të ndërvëzër, çdo zhvillim sot që njëri ka arrit, çdo arritje që njëri sot, domthonë e ka arrit, çdo arritje në fusha të ndryshme të shkencës e teknologjisë, a ka mujt me i bo këtu duke shpërfil ligjit Allahut të natyrës të kosmosit? S'ka mundësi, nuk ka mundësi. Andaj Allahu xhallahu këto ligje kur i ka kriju? Për shembull, kur është zbulu ligji i gravitetit? Shumë vonë, kur i ka kriju Allahu xhallahu ala para se me kriju njerin atë? Në ky ligj ka qenë më ti, po njerëz se kanë zbulu. Prandaj zbulimi i ligjeve nuk kupton se kjo e të i kalon shpallën Allahu xhallahu ala, nga sa Allahu xhallahu ala është para çdo zbulimi, para çdo shkence. Nga sa i ka krijuar. Për të arsye shkencëtarët zbulojnë diçka që ka qenë mbuluar, e pa njohur, ata e zbulojnë dhe e njohin. Dhe në bazë të ligjeve që zbulojnë, pastaj ndërtojnë edhe çështje të tjera të zhvillimit të teknologjisë dhe shkencës. Prandaj na besojmë bindshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka me shpallje funksionale, aktive, praktike, aktuale, reale deri në gjykimit. Dhe asnjë udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përsa është udhëzim i vërtetuar se është i tij dhe i interpretuar sipas asaj që dietar na ka mësuar, nuk ka mundësi asnjëherë me qenë problem edhe me qenë në konflikt me shkencën e mirëfillt.
Po them shkencën e mirëfillt, nga se ka ndodhur që gjatë historisë është keqpërdorur shkenca. Njerëzit e kanë keqpërdorur shkencën për interesa të ndryshme, politike, ekonomike, e kështu me radhë. Prandaj po flas për shkencën e mirëfillt, gjithmonë është në pajtueshmëri të plotë me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se burimi është një. Ai që ka krijuar natyrën dhe ligjet e natyrës është Allahu, dhe ai që e ka dërguar pejgamberin dhe ka zbrit Kur'anin është Allahu, prandaj s'ka kundërthënie. Përkaq ne besojmë në krejt që ka ardhur me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo udhëzim. Çka do që ai ka thonë, të veprojmë, dhe nga çka do që ai ka thonë të largohemi, ne me zëllshmëri e bëjmë, pa rezervë, pa hamendje e bëjmë, nga se jemi të bindur se kjo është e saktë, e vërtetë dhe është në dobinë tonë. Këto udhëzimet e qarta, çka është besosh në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është edukat me pejgamberin e sa, edukat me mësimet e tij, që të besosh si duhet në Muhamedit alaihi wasallam. E në kuadër të këtij besimi përmenda se janë një varg pastaj njësish që e përbën këtë tërësi të besimit në pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne besojmë gjithashtu të ndërrozat në kuadër të besimit. Në kuadër të besimit në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam besojmë se i dërguari alaihi salam është i pagabueshëm në transmetimin dhe kumtimin e shpalljes. Nuk ka gabuar askund. E ka përcjell shpalljen saktësisht me besnikëri dhe vërtetësi të plot, ashtu si e ka ngarkuar Zoti i Mënduar. Askush nuk guxon me menu që në ndonjë situatë ai ka pasur mundësi me gabu. Ndoshta Zoti s'ka thonë kështu, larg asaj. Kjo është shpërputhje jo vetëm me edukatën, po edhe me besimin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besojmë bindshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përcjell me besnikëri, me saktësi, me vërtetësi, me përgjegjësi të plot tër atë që Allahu xhallahu ka kërkuar nga ai. Dhe në kuadër të kësaj besojmë se ai nuk ka shtuar asgjë, as nuk ka munguar asgjë, e as nuk ka fshehur asgjë nga ajo që i ka shpall Allahu xhallahu ala. Andaj feja është e plot. Allahu xhallahu ka thënë: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Kjo është ajeti i fundit që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ka zbrit në haxhin lamtumirës para mira besimtarve. Allahu ka dëshmuar para krejt asaj maset njerëzve dhe pastaj përmes tyre krejt njerëzimit se feja është e plotësuar. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u plotësova fen e juaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe përmbusha begatin time ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina. Dhe jam i kënaqur që feja e juaj të jetë Islami. E qartë, cili Islam të jetë feja jonë? Çaj Islam që ka me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo Islam tjetër mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është ai që është Allah i kënaqur me te. Prandaj çdo vepër, çdo fjalë ne duhet që ta kthejmë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A është në përputhje me udhëzimin e tij apo nuk është në përputhje me udhëzimin e tij? Kjo është nga besimi në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjasë nëse ai ka bëu diçka e na vim për shembull, edhe themi se kjo është mirë që ka bëu pejgamberi, ama kjo tjetër është më e mirë. A është kjo edukat? Nuk është edukat. Gjasë ai ka më na mësuar më të mirën. E çish mund na me pretendu se ka diçka më të mirë se atë që ka ardhur me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj të ndërrohet vëllezër këtu në pika të rëndësishme bazike të besimit në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është edukata jonë me pejgamberin ton alaihi salatu wasallam. Jemi të bindur se udhëzimi i tij është udhëzimi më i mirë, është udhëzimi më i plot, është udhëzimi më i saktë, më i drejtë, më i vërtetë dhe më i dobishëm për njerëzimin. Nga edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas besimit dhe që përmend disa shembuj se çka përbën besimin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga edukata me të është edhe ta dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuri e cila te i kalon çdo dashuri posa Allahu te bareku teala. Muhamedi sallallahu ka thonë: "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min malihi wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in." Nuk ka besuar si duhet askush për juve derisa unë të mos jem më i dashur tek ai
se pasuria e tij, familja, fëmijët dhe këtë njerëzin përgjithësi. Kjo nuk është dashuri që ka të bëjë me atë aspektin e natyrshëm që e dojmë fëmijën, e dojmë prindin. Kjo ka të bëjë me dashurinë e bindjes, e të besimit, e të pasimit. Andaj, çdo dashuri që bie ndesh me dashninë në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është në rangun e dytë, është nën dashninë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj dashuria ndaj askujt, të ndërmozat, dashuria ndaj askujt nuk duhet që na shmang nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Për shembull, të ndërmozat, nëse e marrim një shembull konkret, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar që njeriu besimtarja të hajnë me dorën e majtë. Muslimani hanë me dorën e djathtë, thot bismillah, hanë me dorën e djathtë edhe hanë para veti. Kjo është rregull i udhëzimit pejgamberit që hajmë në bukë. Hanë me dorën e djathtë. E tash dikush më thon, po breveç, po ka qef baba me hongër me dorën e majtë në. Po ka qef shoku me hongër me dorën e majtë. Dashnia për shokun, për babën, për djalin, për këtë, a duhet ta dominoj tash udhëzimin e pejgamberit sa? Jo, i themi dashnia ndaj tij me rregull është, por pejgamberi për ne është më i dashur atë. Andaj e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E shembull tjerë shumë. Prandaj të ndërruzër, ka shumë udhëzime që nganjëherë mund të bindesh me këtë dashuri. Besimtari e ka të qartë këtë çështje. Dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është dashuria që te kalon çdo dashuri, përveç asaj që ka të bëjë me Allahun te barekutaala. Përveç asaj që ka të bëjë me Zotin xhalla xhelaluhu. Prandaj besimtari në aspektin e pasimit, në aspektin e madhërimit, në aspektin e respektit, në aspektin e nështrimit dhe dëgjimit, dashuria e tij dominon çdo dashuri tjetër që ka të bëjë me njerëzit e të tjerë. Veç dashuria për Allahun është më e larta. Pastaj dashuria për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe besimtari e don pejgamberin më shumë se veten e tij. Nganjëherë e lën veten keq, nganjëherë për veti diçka nuk merr, nganjëherë edhe ndoshta prish rahati për me zbatuar një urdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ai është më i dashur se rahatia jon. Ai është më i dashur se qetësia e se mirësia, madje se gjithçka që kemi në kësaj bote. Kjo është e qartë. Që kështu duhet muslimani me besu në Muhammedin sallallahu sallam. Dhe kjo është nga edukata me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe gjithashtu të ndëruar vëllezër, nga edukata me Muhammedin sallallahu sallam, e që ka lidhje të ngushtë me dy të parat, me besimin dhe dashnin, është ta njohim Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ta njohim kush u kon ky njeri. Të njohim biografinë e tij, të njohim jetën e tij, të njohim stacionet e rëndësishme të jetës së tij, që nga lindja e deri te shpallja, e pas shpalljes, qëndrimi në Mekë, ç'a e karakterizon Mekën, çfarë ka ndodhur në Mekë, pastaj disa zhvillime të mëdha në Mekë, sikurse për shembull Israja dhe Miraxhi, ngritja e pejgamberit në qiell, udhimi i tij i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Pastaj shpërngulja e tij, pastaj në Medinë kur ka shkuar, ngjarjet e rëndësishme në Medinë, betejat e tij, udhëzimet e tij, mësimet e tij, është më rëndësi me ditë muslimani. Prandaj nuk kërkohet me qenë ekspert i kësaj fushë, për shkak se nuk mund të jemi gjithë ekspert të kësaj fushë. Nuk mund të njohim detajet e biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka se ka shumë detaje. Nuk mund të dimë të gjitha shpjegimet për faktin se nuk jemi të gjithë të dhënë pas kësaj fushë. Mirë po, një njohje e përgjithshme, një libër sa do qoftë i vogël i lexuar nga fillimi deri në fund për biografitë e pejgamberit është obligim për muslimanin, është edukata e muslimanit që kur dikush të pyet për pejgamberin e tij, me ditë me kallëzu kush është, çka ka bëu, ku ka shku, çfarë ka ndodhur e kështu me radhë. Nga njohja e besimtarit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është me njoft fjalët e tij. Çka ka thënë pejgamberi sa? Na s'mundem me njoh këtë të fjalë ka shumë, mirë po disa më thon. Me thon dikush, hajt tregoma çka ka thënë pejgamberit. Son thoshti, po më duket që ka thonë. Jo, me ditë spaku disa thënie me ditë përmendsh, ka se janë të vërteta.
Që të vështira, në të leta. Për shembull të ndërlozën, a vështirë me mësu fjallën ku ka thonë pejgamberi s.a.s. Nuk ka besuar askush për juve si duhet, derisa vëllau të vet nuk ja don atë çka don vetes tij. Pik. Që më dosh vëllau ton çka don vetes son. Hadith ka thon pejgamberi s.a.s. Ato që ka më herët. Pejgamberi ka qenë duke ngrënë bukë me një djalë të ri. Ka qenë modest, ulën në sofër me njerëz të rëndomt. Sepse ka qenë njëri më i ngritur i gjitha kohrave. Edhe ai djali ka qenë i ri, edhe nuk ka tregu edukat të ngrënjes, po ka marrë poshtë për pjetë, ka përzinë ushqime, ka ngër me dorë të majte. Pejgamberi më ka kështu ka thonë, ja buneje, o djalosh, kul bi yaminik, ha me dorë djathtë. Ka thonë, ja buneje, ja gulam, semillah, o djalosh, përmend Zotin, thuj bismillah, o kul bi yaminik, ha me dorë djathtë, o kul mimma yalik, edhe ha para vetes. Që shta mush me mësu, me thonë dikujt, përmend Zotin, ha me djathtën dhe ha para vetes. Çështo ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E shumë të tjera të ndrozë që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, është nga edukata ndajtimi i një fjalët e tij. Disa nga fjalët që kur të përcjellim çfarë ka thënë, të jemi korrekt, të jemi sakt, të jemi perfekt, nga se nuk po transmetojmë nga njëri rëndom, por po transmetojmë nga njëri veçantë, që fjalët e tij nuk janë fjalë të rëndomta, janë fjalë të shpalljes, janë fjalë të Allahut te barekuhu teala. Andaj nga edukata është me njoft pejgamberin, me njoft biografinë e tij, me njoft udhëzimet e tij. Minimumi ato që të përkasin ty, që kanë të bëjnë me ty. Qysh ka jetu pejgamberi sa? Qysh ka flet pejgamberi sa? Qysh ka hangut shuvesh? Qysh ka ec? Qysh ka ndaj në përneja? Qysh ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Elhamdulillah sot ka shumë ligjërata, ka libra që mundesh me u furnizu dhe të pajisësh me dije të duhura e të vërtet lidhe me këtë çështje. Prandaj mos hezitoni që të keni në shtëpi aty një libër që flet për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por nga librat e përmbledhur që flasin, i ka përmbledh shumë thënie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam libri Riyadus Salihin. Një libër që e ka shkruar një dietar i famshëm, e ka quajtur domthon kopshti i njerëzve të mirë. Do njerëz të mirë në çit kopsht hin atë. Ai ky kopsht kur himra çka gjojnë? Fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nga librat e mirë që flasin për biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është edhe libri Nektari Vulosur, ose për shembull një libër edhe më i vogël për fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 40 hadithe e Neveviut. Imam Nevevi rahimullah e ka shkruar librin e parë e librin e dytë. 40 hadithe, 40 hadithe, me lexuar shpe. Domthonë është me të vërtetë nga edukata ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të njihemi me këtë biografi, merr një libër e lexoj bashkë me anëtarët e familjes. Ditë për ditë ka një faqe, ka dy faqe, vallai për një vit një libër e kryeni edhe kalon për stacionet kryesore të biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot njerëz din informata për njerëz ndryshëm të ndrozët, për gjithçka din. Për domthon profile të ndryshme, nëse është më të vërtetë e mjerueshme, është më të vërtetë shqetësuese kur më së paku çka dim është për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga edukata për të është ta njohim jetën e tij, të njohim fjalët e tij, të njohim udhëzimet e tij. Sa të kemi mundësi. Dhe e fundit të ndërrudhëzër nga edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është që ta mbrojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ta mbrojmë në forma të ndryshme brenda mundësive që kemi. Kur dikush për shembull flet keq për të, ta mbrojmë duke mbrojtur atë me fakte, me argumente. Nuk ka qenë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kjo e vërtetë. Kjo është shpifje e kështu me radhë. Po për me mbrojt du të me ditë, me njoft, e kështë më radhë. Nga mbrojtja e pejgamberit sa më është me mbrojt me edukatën tonë, me sjelljen tonë. E mbrojmë kur sillemi mirë, e mbrojmë kur jemi të edukuar, të sjellshëm, të moralshëm, nga se kur që tenton me e njollos imazhin e pejgamberit sa, sjellja jonë ka me demantu, ka me demasku. Edukata jonë, formimi jonë ka me demasku. Për faktin se na me sjelljet tona, me veprat tona tregojmë se çish na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndërrozë, ta mbrojmë me fjalë, ta mbrojmë me pasurinë tonë çat kena mundësi në botimin ndonjë libër, në përhapjen ndonjë ligjëratë, ndonjë mësimi të caktuar, çka do qoftë, që ka të bëjë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, po edhe me sjelljen dhe me edukatën tonë, që të sillemi mirë në familjet tona, në rrafshin bashkëtorë, që të sillemi mirë
me fëmijët tanë, me fëqinjet tanë, me të afërmit tanë, me njerëzit përgjithësi, që kështu të shpërfaqim edukatën që e kemi marrë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është nga edukata ndaj Muhamedit alaihi wasallam, me mbrojt me atë që kena mundësi. E në veçanti me sjelljen dhe me edukatën dhe me formimin tonë. Të ndërrohet vëllezër, këtu janë disa prej pikave që përbëjnë edukatën tonë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të besojmë në Muhamedin alaihi salatu wasalam, të adojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, të njohim Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, të mbrojmë ato si duhet e kështu me radhë, me gjitha ato pika dhe shpjegime që patë mundësi brenda kohës me i përmend. Allahu na bëft nga ata që e dojnë pejgamberin si duhet, e ndjekin si duhet, edhe i jetësojnë mësimet e tij si duhet, e jetojnë faqebarë mbi sipërfaqen e tokës me jetësimin e mësimeve të tij, dhe Allahu na mundsoj që edhe nesër ditën e gjykimit të ringjallemi në flamurën e tij dhe në praninë e tij, e që së bashku me të him në xhenet. Me kaq për këtë pjesë Zoti ju shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Zoti ju shpërbleft.